ne nuk jemi struk, po ne nuk do të bëhemi pjesë e një shkatrimi trendit kushtetues, i një spektakli publik dhe politik, i cili po zgjat tash e 4 muaj rresh pa ndalë. Pra jem këtu, në kuvend, në zyrët tona, duke e përcjell me shqetësim të madh, por në të njëjtën kohë edhe me përgjegjësinë politike si Aleancë për Armiqnë e Kosovës. Ne nuk bëhemi pjesë e një procesi i cili veç emrin demokraci dhe zgjedhjet presidentit nuk e ka. Po emrin e ka manipulim politik i opinionit publik. Ne nuk dojmë që të jemi pjesë e krejt këtij komplotit që po i bëhet shtetit. Në asnjë rrethon dhe në asnjë moment. Po të kish dashur Albin Kurti me zgjedh president, ai ja kish jap mundësinë për diskutim kandidatëve të opozitës se nuk i ka numrat. Pa ai po flet për numra, pa ai nuk i ka 80 vota. Dhe duke mos i pas 80 vota, emrat duhet me ardhur prej opozitës, emrat duhet me u diskutue, dhe emrat e kandidatëve dhe kandidatëve nuk duhet me u marrë vesh prej zgjedhjeve, prej medjave.